Megjithatë duke pa dhe situatën në Ukrainë dhe forcimin që po bëjnë vendet Europës veriore si Polonia, Estonia, vendet baltike, qoftë dhe vendet skandinave. Duke pa këmbguljen e Rusisë dhe përkrajen ose atë çka Trump po mundohet bëj për paqen në Ukrainë, por duke i dhënë tokat që i kishte Ukraina deri dje si vend i pavarur dhe sovran. A mendon se këto do të ulin tensionet apo do nxisin dhe më tej tensionet në Europë? Çështja dhe ku është morali i gjithë kësaj që domethënë një njeri që vjen pushton, i njihen tokat e pushtuara dhe pastaj mund ta quajmë të si akt paqe. Çështja e përfundimit të luftës në Ukrainë midis Rusisë dhe këtij vendi që po hyn avash në vitin e 4 të saj. Është një luftë që ka vënë në provë vetë sistemin ndërkombëtar të ndërtuar pas luftës dytë botërore në botë dhe në Europë. Që do thotë është kriza më e madhe pas luftës dytë botërore. Absolutisht po, sepse janë prishur themelet e këtij sistemi. Dhe themelet e sistemit janë prishur jo vetëm në Europë, por edhe në botë. Sepse fuqi të reja të mëdha kanë dalë, fuqi globale, Kina, India, Brazili e të tjera, të cilat kërkojnë që të kenë një rol më të madh në sistem dhe të mos u imponohen një apo dy vende të cilat kanë trashëguar nga sistemi i Jaltës, kanë trashëguar paketën e kontrollit të sistemit, që ka quar që një marrëveshje midis tyre mund të qetësoj përkohësisht ujërat në sistem. Dhe po të vëshre me gjithë ndryshimet e mëdha që janë bërë gjatë viteve të fundit dhe me sa duket ende këto dy fuqi të mëdha që Jalta u dha pushtete të shumta janë ende në lojë